A e ke pyetur ndonjëherë veten si ta agjeroj Ramazanin? Ashtu siç thot profeti alayhis salam, kush e agjeron Ramazanin duke besuar dhe shpresuar, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Si ta agjeroj Ramazanin? Me besim, duke besuar se Zoti i gjithësisë e ka urdhëruar, e ka bë obligim këtë adhurim për ne. Duke shpresuar, pra duke e bë këtë adhurim me sinqeritet vetëm për Zotin i gjithësisë. Allahu na mundësoft të arrijmë Ramazanin, të agjerojmë atë, duke besuar se me të vërtetë është një urdhër prej urdhrave të Allahut të lartësuar, është një shtyllë prej shtyllave të Islamit, dhe duke shpresuar pra në shpërblimin e Zotit gjithësisë, duke e bë me sinqeritet për Allahun e lartësuar, duke shpresuar që Allahu i lartësuar me agjerimin pra që ne do të bëjmë, e bën shkak që të na falen mëkatet, dhe lutem Zotin e gjithësisë na mundësoj të arrijmë Ramazanin, të agjerojmë atë, dalim prej muajit Ramazanit me gjunahet falura. Amin.